Çfarë këshille keni ju për bombulat që ne përdorim në shtëpi? Për të qenë të sigurt në përdorimin e tyre. Shumë kush ka zgjedhur mos të ketë më. Po pyesim për oksigjenin apo për bombulat për bombulat e zakonshme që përdoren për ngrohje, për gatim, jo për bombulat e oksigjenit. Bombulat e gazit. Bombulat e gazit në shtëpi, e para njëri duhet të jenë bombulat të certifikuara, të jenë të kontrolluara. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse një bombël e certifikuar plotëson të gjitha standardet e sigurisë, duke filluar që nga ventili, që nga spesori i vetë bombës, dhe e mira është që instalimi, dhe lidhja me tubacionin, të vendoset nga specialist, të bëhet nga specialist, sepse një i moshuar mund pa dashje ta pickoj gominën, ose ti bjerë, aty është, të ndrohen rregullisht tubi plastik dhe mundësisht, kur është e mundur, janë disa lloj vatrash zjarri që janë me sensor të pranisë nxehtësisë. Sapo fiket zjarri, automatikisht bën bllokimin e gazit. Pastaj të kalojmë në sisteme të tjera, sensor, nuhatës gazi, bllokuesa e tjera për një moshuar pensionist, pastaj çika të kalojmë çik më lart. E mira është që të jenë idealja. Në ambiente publike ne e kërkojmë main system. Është nga gjërat thelbësore të rëndësishme që ne e kërkojmë